Një zyrtar I lartë palestines ka thënë se ndërmjetësit e Katarit dhe Egjiptit kanë propozuar një formulë të re për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Sipas tij, ai parashikon një armëpushim që zgjat nga 5 deri në 7 vjet. Gjithashtu aty parashihet lirimi të gjithë pengjeve izraelite në këmbimtë të burgosërve palestines, të mbajtur në burgjet izraelite. Përveç këtyre parashihet edhe një fund normal I luftës dhe një tërheqje e plot izraelite nga Gaza. Armëpushimi I fundit u prish një muaj më parë kur Izraeli rifilloi bombardimin e Gazës, me të dyja palët që fajsuan njëra tjetrën për dështimin për të vazhduar me tej. Megjithatë, Izraeli nuk ka komentuar mbi planin e fundit të ndërmjetësve. Ndërkohë, disa palestinezë janë vrarë në një seri të fundit sulmesh ajrore izraelite në të gjithë rripin e Gazës. Banorët vendas dhe dëshmitarët okulari përshkruan sulmet ajrore si jashtëzakonisht intensive. Tank janë parë gjithashtu duke lëvizur në pjesën jugore të qytetit Rafa në jug të Gazës. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme, lexojeni telegrafi.com.